Zoti Balliu, doni fjalën? Zoti Peleshi, unë e kuptoj nxitimin që ka këtu për t'i mbyllur gojën opozitës. Por minimalisht po të kishit dhe këtë nxitim na jepni rregullore, do e kishim pasur rregullore. Së dyti, nuk e di, po nuk ka vend botës që parlamenti mblidhet vetëm për të notarizuar proces verbale. Kur do diskutojmë ne këtu për ato çështje që po diskuton e gjithë bota për ne. Ne këtu diskutojmë proces verbalin, ndërkohë gjithë bota flet për Arubën. Ne këtu diskutojmë proces verbalin, ndërkohë Departamenti Amerikan Shtetit thotë që ke një qeveri të tërë që gjen kohën për të shkuar në Aruba, po nuk gjen kohën ky gjatoshi juaj të vi këtu të përballet me opozitën. Ju tregj vëmendje për gjuhë jo parlamentare të përdorur dhe gjithashtu nuk po flisni për proces verbalin. Fjalën e ka kërkuar zoti Gent Strazimiri. Zoti Strazimiri ka fjalën. Zoti Strazimiri ka fjalën për proces verbalin. Lëre ta mbaroj më. Zoti Strazimiri, e doni fjalën?